Rikthehemi në pjesën e tretë e emisionit. Si të qëndrojmë në pistë për 30 ditë, bëhet fjalë për 30 ditët e Ramazanit. Si ne mos të dorëzohemi, si duhet sillemi me fëmijët në këtë muaj. Pra, t'ju yshtim në një farë mënyrë agjërimin, të agjërojnë disa ditë, apo nëse e kanë dëshirë, t'ju alim dëshirën e tyre, pra si duhet menaxhuar edhe kjo botë e të vegjelve që sigurisht duke u ndodhur mes të ndëve, duke u ndodhur brenda asaj atmosfere, ka të drejtën. Po fillimisht mendoj se kjo ka dy dimensione. Fillimisht atë fetar dhe tjetrin shëndetësor që ka të bëjë me moshën e fëmijët dhe kapacitetin e tij për ta përballuar agjërimin. Për këtë është doktori këtu për të folur. Po, pikërisht do ta kaloj edhe. Në aspektin fetar fillimisht duhet të dimë se fëmijët që nuk kanë arritur moshën madhore nuk e kanë obligim të agjërojnë. Nuk e kanë obligim. Megjithatë e dëshirojnë këtë gjë. E vërtetë është kjo, por është mirë që nga kjo piknisje të fillojmë. Nga se nganjëherë vrem që disa njerëz trajtojnë fëmijët përballë disa obligimeve, pothuajse janë obligime edhe për ta. Andaj nuk duhet që fëmijët të përfshihen në këtë përveç se Zoti si ka obliguar. Kjo është e para. E dyta nën tjetër edhe nuk duhet përjashtuar tërësisht nga sistemi i adhurimit. Mirë është që të mbretëron në familje ambienti i Ramazanit, të vrehet se ka Ramazan, një dallim me të vërtetë që dallon këtë muaj nga muajt e tjerë. Nëse i kthejmë traditës së Muhamedit alayhis salam dhe si kanë vepruar ata në kohën e tyre, vërem se ata i kanë njohur fëmijët e tyre për agjërim. Madje kur janë lodhur në gjysmë të ditës për ushqim dhe pije, kanë bërë kënse po përgatit në ushqim që është gati, edhe pak. Atë kuptim që përgatitja e ushqimit të jetë një lloj qetësuesi për ta, gajrat deri në iftar. Por kjo nuk kupton se kanë ndodhur gjatë tërë muajit. Andaj varësisht nga mosha, por mirë është që fëmijët që janë mbi 7 vjeç apo të fillojnë që të shijojnë nga pak agjërimin. Jo në kuptim të imponimit, por të shoqërimit të prindërve të tyre, që ata të fillojnë që nga kjo moshë ta përjetojnë një ndryshim në këtë muaj. Dhe e dyta, sikur që përmend doktori, na nuk duhet të përkufizojmë Ramazanin vetëm në agjërim. Andaj tek fëmijët duhet që të kultivojmë traditën e adhurimeve tjera që janë më pak të lodhshme se sa agjërimi në muajin Ramazan. Për shembull tashmë në Taravi, pse mos më i marr më fal? Ose më i marr më fal në namazet e tjera? Ose për shembull me lezu Kur'an së bashku me ta, ose ta përmendim Allahun së bashku. Andaj do të thotë ajo mungesë që nuk mund ta plotësojnë me agjërim për shkak se janë të vegjël, ta kompenzojnë me adhurime të tjera, por së paku të jenë pjesë e atmosferës së Ramazanit. Do ta ceki pak më vonë edhe këtë pjesën e adhurimeve përpos pjesës të aspektit të rezistimit të aspektit fizik.